do ta filloj prezantimin në vitin e largët 1989, kur unë jetoja me familjen time bashkë në Buqiz dhe lodra ime e parë, dhurata e parë që më bëhet, është mundësia për të pasur një karrocë për këtyre që ishin karroca me kushinetën atë kohë. Pata mundësinë që ta ndërtoj bashkë me babain tim dhe me shokët e tij, pasi ai kishte një dyqan, një magazin ku shiste pjesë këmbimi. Ishin të shtetit normalisht. Pasi në atë kohë nuk kishte dyqane private. U apasionova shumë pas kësaj, pasi ishte ndërtuar me duar, pra ishte rudimentale dhe me rrugët e këqija që kishim në atë kohë, prishej shumë shpesh karroca. Kështu që për këtë arsye më duhej që i vogël 6-7 vjeç të riparoje vazhdimisht gjej mënyra për ta bërë sa më të fortë karrocën. Dhe kjo më bëri që të filloj pra të punoj shumë me duar. Pra ishte pasioni im, filloi të bëhet rregullimi i gjërave. Për ta parë veten në 1997 në Peshkopi, kur të gjithë pra koha ishte koha e saj 97-98, kur filloi pra lufta civile, të themi, dhe shokët vazhdimisht shkonin duke bërë qitje nëpër kodrat rreth qytetit. Unë e gjej veten duke rregulluar videokasetat apo këto makinat televizorët apo gjërat që ishin në atë kohë, të cilat mundohej të rregulloj më sa mundesha. Pra, pasioni për të rregulluar gjërat sa vjen edhe shtohet. Për të parë veten në vitin 2006, student mjekësie në Brescia, edhe kjo një zgjedhje rastësore, pra nuk ishte një zgjedhje të cilën e kisha menduar më parë, por fati e deshi të tillë, dhe me punët e para që bëshim punë private për të mbajtur si student, pasi mundësitë ishin shumë vogla. Puna para ka qenë puna me magazin, paketimi, dhe aty dy gjëra duhet bëje. Njëra duhet bëje shumë shpejt këto rregullimin e kutive, dyta duhet i sistemoj shumë mirë sepse do të shkonin nëpër dyqanet, supermarketet dhe dukeshin shumë bukur. Pra, të kultivonte dhe të shpejtësinë dhe korrektesën në punë, pasi duhet përgatitur shumë shpejt, por edhe estetikën. Puna e dytë pastaj ishte puna ndërtim, që her pas here, dhe normalisht këtu manualiteti bëhej kryesor, gjë kryesore, pra duhet ishte pra edhe fizikisht dhe i saktë në atë që bëje. Por puna më e vështirë, të cilën me fjalë unë deri më sot nuk e kam provuar ndonjëherë, është puna në fabrikë. Puna në fabrikë është një mendje e tmerrshme, pasi normat të cilat kërkojnë për punëtorët e fabrikës janë të jashtëzakonshme. Unë kam punuar disa kohë me një fabrikë tubash dhe ishte e pamundur, edhe pse më duke vete shumë i shpejt, shumë i shkathet, shumë i dhënë dorësh, siç i thon. Puna në fabrikë ishte jashtëzakonisht ishte e vështirë dhe pas disa kohësh e lash pasi nuk arrije të kapte normat. Dhe në 2007 e gjej veten nga matrapiku në endoskop dhe në frezën e kirurgjisë. Pra me aspirator, të gjithë gjërat që unë kisha bërë pak shumë i vogël, fillojnë të më hynë në punë në këtë lloj profesioni që kisha zgjedhur. Rastisa pra në grupin e rinologjisë, në një universitet i cili kishte traditë, ishte, mund të themi, qendra më e mirë para apo e dyta në botë për sa i përket kirurgjisë endoskopike të sinuseve dhe të bazës kraniale. Me këtë lloj ekipi ishim, si më thon, pionierët parë të heqjes tumoreve me rrugë endoskopike, gjë e cila deri para pak vitesh mendoje e pamundur. Trajnimi im fillon pra në këtë qendër ekselence, në cilën edhe këtu arrita rastësisht, pasi unë nuk kisha informacionin e duhur për të zgjedhur këtë apo atë. Pastaj këtu njoha profesorin tim të parë me të cilin u laurova, është profesor Antonelli, i cili me mua e mbaroi të ciklin e vet, doli në pension, por ai kishte ngritur një skuadër të jashtëzakonshme me mjek të rinj të cilët ishte marrë që kur ishin të rinj fare, 25-6 vjeç siç isha unë, dhe i kishte ngritur në nivel botëror. Pra, këto figura që shihni këtu janë në fushat e tyre, pra njëri për kirurgjinë endoskopike, tjetri për kirurgjinë e lazerit, tjetri për kirurgjinë rekonstruktive, pra deg të ndryshëm të mjekësisë, por janë të jashtëzakonshëm dhe janë figurat më të njohura në botë për këtë lloj fushë. Pra, ky njeri, duke pasur vizionin për të inovuar gjithmonë, ishte çuar që të rinj këto figura, ishte çuar nëpër qendrat më të mira botërore, sa kishin filluar të eksperimentohen pra këto lloj teknikash, dhe në momenti kur ato u bën teknika të njohura nga të gjithë, këto ishin të parat të cilët filluan të publikojnë dhe kishin rastet më të mëdha të këtyre ndërhyrjeve.
Por edhe këtu, normalisht si çdo i huaj, janë vështirësi të para dhe shumë vështirë që ti të imponohesh apo të pranohesh në një midis, sidomos shqiptarët atyre viteve 2000-2010, shiheshin si ato të ardhur me gomone, apo si shitës droge dhe pra ishte e vështirë që të pranohesh në këtë lloj ambienti. Dhe personi i vetëm i cili nuhati këtë aftësinë time me duar ishte profesor Pjaca, i cili në atë kohë nuk ishte akoma profesor, por rastisi në vit dytë ishim në një ndërhyrje, ishte situata pak e vështirë dhe unë bëra një sugjerim, pra që të ndihmoja pak që kalimin e situatës, ishte hera parë që bëja asistentin e parë të një kirurgu dhe ai në atë moment vlerësoi pra këtë lloj aftësie timen për jo për të inovuar, por për të, si themi ne, për të kur thot populli ja pret mendja, kupton? Dhe për të gjetur zgjidhje në momente të vështira. Dhe e pranoj me shumë kënaqësi sugjerimin tim dhe që atëherë filloi pra duke u njohur kjo, si më tha, aftësia ime për të punuar me duar dhe për të gjetur zgjidhje në momente të caktuara. Por gjithë trajnimi nuk mbaroi me kaq, u detyrova që të shkoj në qendra të ndryshme botërore për të azhurnuar, për të marrë trejet më të fundur, për të përditësuar dhe u desh të bëj shumë kurse në për gjithë vendet e Europës, derisa e shoh veten në vitin 2012 kthyer në Tiranë. U ktheva në Tiranë dhe praktikisht me këtë lloj kirurgjie gati nuk kishte në spitalet private ishte shumë pak e zhvilluar, pasi dhe spitalet private kishte shumë pak vite që ishin hapur. Në spitalet publike nuk bëhej fjalë të aplikohej pasi duheshin teknologji, duheshin instrumenta, duheshin gjëra dhe gjëra para pra që mundohet të krijohesh një ekip i cili pra do të implementonte këto gjëra të reja që unë po sillja nga Italia. Dhe vim në vitin 2013, ky është kolegu im Ndërtan Vasili, të cilin falenderoj për mbështetjen që më ka dhënë që në fillim. Dhe këtu jemi duke pritur instrumentat, do merrim instrumentat nga spitali privat, do t'i çonim në spitalin shtetëror për të bërë rast një djalë 15 vjeçar, i cili kishte një rrjedhje të lëngut të trurit, nga truri pra i rrithte në hund dhe ishte tentuar të riparohej nga neurokirurgët, nuk ishte arritur dot dhe më propozohet, pra mbas unë isha vetë propozuar disa herë që të bëj këtë lloj ndërhyrjesh, por nuk ishte pranuar, si më thënë kërkesa, pasi një i ri 30 vjeçar kishte ardhur nga Italia, nuk është se inspironte shumë besim dhe e gjej veten pra me drejtanin i cili më shteti në sallë të operacionit në mjediset e neurokirurgjisë për të riparuar defekt trurit të këtij djali. Dhe ndërhyrja shkoi mirë, shkoi me sukses dhe ishte ndërhyrja e parë pra në Shqipëri e kësaj teknike. Vitin tjetër, pra, filloi pra dëshira ime që atë që kisha parë, që kisha mësuar, atë inovacion që kisha mësuar, atë të sjell edhe në Shqipëri, dhe vjen rasti një pacient tjetër edhe kjo nga Kosova, e trajtuar disa herë nga kolegët të tjerë në për qendra të ndryshme, dhe bëri fjalë për një tumor të madh që bllokonte, kishte marrë gjithë pjesën e nofull sipërme, dhe problemi pra në kirurgjinë onkologjike nuk është vetëm heqja e masës, por edhe rindërtimi i saj. Dhe në këtë rast u zgjohet që të merret një pjesë e shpatullës dhe të vendoset në të bëhet transplant pra nga trupi i njeriut, trupin e njeriut, dhe kjo ndërhyrje për herë të parë në Shqipëri, ndërhyrje që zgjati rreth 14 orë e 25 minuta. Pra një ndërhyrje jashtëzakonisht e vështirë, të cilën edhe në qendrat tona ishin ekipe shumë të mëdha që e bënin, por me kalimin e kohës pra u arrit që të fillojmë të bëjmë edhe këto ndërhyrjesh. Pastaj këto ndërhyrje u bën rutinë dhe siç ju thash edhe një herë, aftësia për të rregulluar gjërat më hytën punë edhe gjatë ndërhyrjeve të tjera. Kjo është pjesa e kockës të këmbës, e cila merret dhe vendoset në vend të nofullës në mënyrë që pacienti të fillojë të ushqehet dhe të hajë përsëri mbasi është hequr tumori. Pra kjo është pak a shumë ndërhyrja. Dhe këto ndërhyrje u bën rutinë, pra gjitha janë ndërhyrje që janë bërë për herë të parë në Shqipëri. Kjo është një pjesë e krahut e cila merret dhe vendoset në gjuhë, bëhet transplant në mënyrë që pacienti kur i hiqet gjysma e gjuhës të flasë normalisht. Dhe këto tani janë bërë ndërhyrje rutinë dhe krahu, kjo është krahu i cili funksionon normalisht edhe pse është hequr një pjesë. Po përveç inovacionit pra të gjërave të cilat i morëm nga Italia apo nga vendet e zhvilluara dhe i sollëm në Shqipëri për herë të parë, jemi shumë krenar pasi kemi bërë edhe ato, si më thon, kërkimet tona në mënyrë që t'i japim dhe eksperiencën tonë edhe vendeve tjera. Ky është
një studim që është botuar në vitin 2024, është bët fjalë për 5 raste të vetme në botë që janë shëruar, është një lloj smundje që papilomatoze, e cila nga është ky, si më thon, lythat që mund të kemi, të cilat në disa raste janë virusë që përhapen në rrugët e frymëmarrjes dhe bllokojnë frymëmarrjen. Ky është rasti një fëmijë i cili është operuar 27 herë. Pra, që në moshën 3 vjeç deri në moshën 7 vjeç kur operoi unë, dhe lindi rastësisht kjo lloj, si më thon, teknike si gjithmonë, pasi ishte pandemia dhe fëmia nuk shkonte dot jashtë siç shkonte herë tjera që operohej çdo 3 muaj ikte jashtë. Lindi ideja që të provojmë gjithë llojet e armëve të mundshme për të shëruar këtë fëmijë. U bën pra kombinimi i 3 teknikave, teknika kirurgjikale, teknika e infiltrimit të një ilaçi brenda, e cila dhe kjo njihej, por dhe vaksina në të njëjtën kohë. Pra u bë kombinimi të trejave dhe jemi në këtë rast. Pra fëmia nga në ky, si më thon, i bllokuar komplet është rruga frymëmarrjes, laringu, pra pa zë dhe pa frymëmarrje, jemi këto. Të gjitha rastet pra kanë shkuar jashtëzakonisht mirë dhe e kemi, si më thon, publikuar këtë eksperiencë në mënyrë që të përfitojnë edhe të tjerët. Kohët e fundit kemi në publikim edhe një teknikë 3 kirurgjikale, e cila edhe ka të bëjë me risi në fushën e një teknikë operatore, në mënyrë që pacientët që kanë vështirësi nga paralizat e kordave vokale, telave të zërit të shërohen dhe të mos kenë probleme. Dhe ajo është në publikime sipër. Përveç kësaj, angazhime të tjera vijnë edhe në trajnimin e tjerëve. Marrin pjesë pra atë që na u mësuam, mundojmë që t'ja përçojmë edhe tjerëve, dhe këto janë kurset të trajnimit në shkollën verore që mbreshja që bëjmë bashkë me kolegët e mi apo miqtë e mi të cilët ishin dikur specializantë, dhe vazhdojmë pra e përhapim atë që na është mësuar nga profesori jon Indira Antonelli. Jo vetëm kaq, por vazhdojmë për të shkuar edhe nëpër institucione të tjera, pra më të mira në botë për t'u azhërnuar më tej, dhe ajo që është e rëndësishme është që kjo është e gjitha është një punë e vështirë, një punë e cila do durim, por me të cilën satisfaksionet janë jashtëzakonshme. Unë jam shumë krenar dhe i kënaqur që sollëm në Shqipëri këtë përvojë pra në shërbim të pacientëve shqiptar, por edhe që Shqipëria pra çdo ditë më tepër po zhvillohet në fushën e mjekësisë dhe po arrin standardet europiane dhe botërore. Ju falenderoj.